Bashkë me Lejthizën, Dinorios dhe gjithë mbështetësit tanë, do t'ja nisim një super episodik kësaj here. Por një falenderim shkon për ju dhe dashurmin që na ndiqni javë pas jave dhe lutem që të bëni subscribe në kanalin Orinda Uta për të na parë çdo video që ne hedhim në kohë reale. Dhe sigurisht për të rritur çdo ditë më shumë dhe për të komentuar dhe për të bërë ai komuniteti i madh që ne duam të jemi për të mbështetur njëra tjetrën. Ja fillojmë me mamin e radhës. Frika ime më e madhe është mos do i dilte hunda e madhe. Pse? Nuk e di, nga që ajt kitë shtatzanin, kësar kom shku me bo ultraza, momentin që ja nisim ju dok ftyra, që apo di, e kishte kordonin rreth ftyra, e sillte ka deshte vet, po hunda i dilte shumë e madhe. O, zoti ma, dhe isha, o jo, të lutëm vetëm hunda, jo. Ja ku jemi në mam, sot kam një super mami, kam një mami cool, si që është Fifi. Fifi, jam shumë e lumtur që të kam sot në mam. Edhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Dhe të flasim shumë vetëm për këtë pjesë. Unë shpesher ja them mamave që ne në mam, e di që kam shumë mama në karrierë, flasim për karrierën e tyre, për jetën private, për profesionalin njëkohësisht, por unë fokusohem gjithmonë tek mëmësia. Atë dua të shpërfaqe sa më shumë, sepse e di që mamat që vinë ndjekin episodin, vinë të dinë sa më shumë si ka qenë Fifi si mami. Duke e nisur prej fillimi, duke e nisur nga ideja për të qenë mami, ti e ke menduar gjithmonë që do bësh mami një ditë? Po, e kom pas ëndër mu bo mami. Gjdo gjë e kom pas, gjdo gjë që kam arrit deri sot, e kom dasht. Nuk është asnjë gjë që më ka ardhur rastësisht. Jo, me u marr me muzikën kom dasht, me marru studimet për regji teatri kom dasht, me u bë mami kom ëndrru, e kom dasht më shumë se çdo gjë tjetër. Qartë. Dhe kur e kom pat testin e shtatzanisë pozitiv. Është pozitiv. Ishte surprizë për ty apo ishte një gjë që ti e kishe menduar që ka ardhur momenti që unë të bëhem mami? E doja absolutisht, në çdo lloj forme e doja. Surprizë ka qenë sepse pavarësisht që e doja shumë, gjithmonë e kisha një frikë mrena vetës, sepse unë e kom pas një hangjes të pastë, e kom pas sterile, edhe gjithmonë e kom pas atë mendimin që mos do ta kem fatin e sajt. Edhe nuk e di pse gjithmonë kom shku drejt dramaticitetit me bo gjatë e mdhaja edhe e kisha atë gjën në kokë mos do jem edhe unë si hallasani. Po kishe bërë analizat më përpara, kishe parë që ishte okej. Patjetër që po. Por gjithmonë është një gjë. E ke parasysh vjen ajo ideja, mos ta e kem edhe unë këtë fatin, mos kom pak tendencën me bo drama shumë. E diskutoj shpesh këtë gjë me familjarët? Që dua të bëj fëmijë. Këto e kanë ditë gjithë që unë dua të bëj një fëmijë. Dhe kur u lidha me Adisin, e kisha atë gjën që unë du fëmijë. Ai thoshte pritet edhe pak se kena kohë, Ishte erdhi një periudhë që unë u lodha shumë, se ishte fiks periudha mas Big Brotherit, qatë shumë koncerte, takime, bashkëpunime, që apo dione, edhe ka mesi i fluksit punës të verës, i them unë, 7 orë do ta bëj pushim, 7 orë deri në janar, mos tem edhe më gjatë, unë do bëj pushim total, do mirën vetëm me vetën time. Edhe mirë, mas 2 javësh është testin pozitiv dhe fiksëm doli ajo gjëja që në fakt nuk e bona 7 orë, 8 orë, e bona janar me maj, mos tem qershor fare, e bona kështu pauzë për vetën time edhe pse bona pauzë ishte me koncertet, se unë prap kam nxjerrsh ato në kohën dhe kisha prap atë gjën mrena vetës që jetoje me të, po. Zdua të më mundi kjo gjëja shtatzanis, edhe ai bebi jam që ka më ardhë një, du ta kuptoj që mami ka punu shumë edhe me ty mrena, edhe me ty jashtë dhe... Kur ka qënë, në qërë muaj ke marrë vesh ishe shtatzan? Në gusht e ke marrë vesh ishe shtatzan. Në gusht, në kulmin e sezonit. E sezonit. Dhe
pate frikë në atë moment, cilat kanë qenë ato emocionet që ti përjetove në momentin e Frika para? frika ime vetme ka qenë reagimi i Adisit. Pse? Se për që unë do e mbaja, s'ishte diskutu, ajo nuk diskutoj fare. Thjesht ajo ishte, si do reagon të Adisi, ato e pranon të pozitivisht, ato e pranon të negativisht, ato më thështë ta mbajmë, ato më thështë ta heqim, pavarësisht që unë nuk pyta njeri. Po si e priti atëherë? Shumë nice. E priti shumë mirë. Shumë mirë e priti. Pa diskutem, ore, si do që ta prisë da kuna interesoj. Unë do e mbaja si... Do bëje shumë mirë, absolutisht. Unë do e mbaja si, me si pa. Ajo ishte prerë. Përveç pjesës që unë përjetësisht, kom thonë, në moshën 28, 29, dua të bëhem mami. Ose të pak të ngellem 7 zonë, 28, 29 dhe 30, 31, ku, dhe më thonë kjo mosha. E ke manifestuar, 31, pra po thua? Po. A, ke manifestuar. Prej kur kam qenë në shkollë të mesme, kom thonë, do bëhem mami si mami jam. Se dhe mami jam është bo 31 vjeqe, më ka bo mu kur kam qenë 31. Edhe thësha, pak a shumë si mami, ata ajo mosha. Pastaj kur u bo motra jam me mami, që i ka motrat më të vogla, ato jam bo mami para meje, të dy ato bon shumë të vogla mami, edhe unë thësha, jo, të ndjek rrugën e këtyre, do bëmi qik ma madhe, të bëjt sa gjëra, t'i rregullojt sa çështje monetare, vërdome. Ishte e rëndësishme për ty kjo gjë? Fife. Po, pra një siguri financiare për të pasur përpara. Nuk ishte vetëm për mua, ishte siguri financiare për familjen, për mamin, për babin, siguri financiare për mua, siguri financiare pastaj për beben që do vinte. E doja pa tjetër të njesha komod të kjo aspekt. Pavarësisht që e thonë këtë fjalin që fëmia vjen me bereqetin e vetë, edhe sjell bereqet e ka atë riskun e vetë dhe me thonë drejtën e kom vërtetu masi që ka ardhë Theo, që e ka riskun e vetë. Kur ka, masi ka ardhë Theo njetë, e kom bo kangën Lali, edhe shpërtheu në një lloj forme, isha oh my god, shpërtheu Lali në një lloj forme sa nuk e ke iden. Si kanë qenë ato muajt e shtatzanis? Të lodhshëm, të bukur, të vjella? Me të vjella pa tjetër, nuk jam nalë deri ditën që kom lind, deri ditën që jam fut në sallë, për me lind kam vjella. Po. Nuk pushuan asnjë moment? Jo. Okej. Pas pak siklet. Jo, në fakt e kom pas edhe para shtatzanis të punën e të vjellave. Kom pas probleme stomakun, probleme ushqimet, jam gluten laktoz intolerante, jam me Hashimoto me tiroide, kam shumë probleme unë. Po duke pasur këto, more masa gjatë shtatzanis? Gjatë shtatzanis, po. Mora masa, kisha shumë kujdes. Nuk është që edhe ja prisha vetës luksi nëse mu hante na herë na i gjë që e prishte këtë linjën e... Edhe prap e kam edhe këtë, vazhdoj ta kem. Më pijet qumsh do e pi, nëse s'ka pa laktoz do ta pi qumshtin, pa diskutim. S'ka djath dhije, do ta ha lopës pa mu hangër. Këtë gjë në shtatzani e kom pas, jo mundu me rujt, po në shtatzani do ta them këtë gjë, më fiksova shumë e kolën. Në vërtet? Dhe nuk më është heq prej atëherë. Me thonë, ka ndodhë që edhe para kom pi kola, po në shtatzani më shtu dëshira e madhe për me pi kola, 2 litra në ditë. No, vërtet? Po, e di që është gabim. Sheqeri madh, gazi madh. Po nuk e zëvendësoj dot me ndonjë shije tjetër për shembull? Qa shije? Po birra pa alkool për shembull. Me birra? Po. Birra? Birra pa alkool. Jam alergji në elb. Në elbin, nuk e përballon dot elbin. Fryna me njëherë. Edhe nuk më pije në gjë tjetër. E vetëm gjë që më pije ishte kola. Edhe ujë. E konsultove me dikë ti këtë, sepse kjo mund të sjellë frikra pastaj për Jo, s'kisha asnjë frikë fare. Jo. Nuk çuditërisht frikrat e mia kanë qenë vetëm moment që nuk i nisha për shembull bebin, po lëviz, aty më kapte çik, thosha, çka kom po gabim. Pastaj kur isha të na lëvizje të bukur shqelmi. Në cilin muaj ndjeve për të parë, ke regjistruar diku? Në pestin. Jo, nuk e kom regjistruar. E kom të regjistruar. Po pra në mendje të le themi ka qenë muajin e 5, nashta na më thon. Si të goditi? Nga cila anë të goditi? Këtu.
Aty. Okej. Poshtë Kthizës. Poshtë Kthizës. Poshtë Kthizës. Aty e kom një, po nuk ishte shqeln, ishte ma shumë si kështu. Po, pra. Ke parasysh si, normalisht. hej, këtu jam unë. Frika ime ma e madhe, është mos dhe i dilte hunda e madhe. Pse? Nuk e di, nga që ajt, kitë shtatzanin, kësar kom shku me bo ultraza, momentin që ja nisim jo do këftyra, që apo di one, e kishte kordonin rrëth ftyra, e sillte ka deshte vetë, po hunda i dilte shumë e madhe. O, zoti ma, dhe isha, o jo, t'lutëm vetëm hunda jo. Edhe kitë shtatzanin kom thonë, disi shala kretë si ti, është veç hundën temën me pas, unë e kam hundën temë, nuk e kam të bome. Është hunda ime, e kam të bukur, ka shumë njerës që kanë shku me hundën time, e kanë po hundën në operacion. Edhe thosha, vetëm hundën ta ketë timën, qatë do tjetër s'ka problem. Dhe si duke në eko? Me hundën e madhe, po të them. Po si duke pasaj më pas, le temi, duke që të ngjante më shumë ty, apo më shumë Jo, Adisit? Adisit. I ngjante më shumë Adisit. Ashtu më duke të... Edhe tani, ashtu të duket? Po, edhe tani? dhe më thonë, a i ka hien time, është i bardhë si unë, po format, buza, mjekra, syri, me bysht poshtë, është patush. është patush. Plus e kanë edhe këtë vrimën. Patush të njifen me vrimën të mjekra këtë tim. Vjerë jam kur erdha prej Amerikës. Ti ke qenë dhe në të në sken gjatë kohës që ishe shtatzan. Më sa mbaj mend ke qenë festival të matë? Po, aty e tregova që jam shtatzan. Aty e ke treguar. Aty e tregova që jam shtatzan. Ka qenë shumë e bukur këtë tregimi i shtatzanis time. Në periudën që isha shtatzan, u fiksova, më tha Adisi, ta shiti do lesh fare muzikën, s'do miresh fare me këtë gjithash. Unë, ja do ta shofësh. Një tu qunë, unë, thash, do bëj album. Edhe bëra albumin, me 9 këngë. Në ndërkohë, thash, do marrë pjesë edhe në festival. Mora ftesë nga atë vit kush po e bënte festivalin, edhe thash, di qa do shkoj. Me shumë dëshirë, me shumë qef, pse jo, pse mos të shkoj. Edhe një muj para se me ardh festivali, fillum prova, edhe më thanë mua që do jetë nata e nostalgjis, që du të me ftu dikën, edhe thash, okej, këtë ftoj unë, këtë ftoj unë. Ftoj Florin, aso ka, po. Edhe shkova unë, thash, Flor si e, mirë, më tha mu, thash, më dëgjo, kam një kërkesë. Që tha se ti edhe shtatzan, tha, po më tha tjeta, më do ndalli bysi, po tash jo zgudzoj, tha me thonë jo. Tash unë dua, tash që të vish me mu në festival. Wow, që tha, po, tha se byci, tha, byci. Miri, thash unë, faleminderit shumë. E kërcënova me byci? Jo, nuk e kërcënova, fara, unë isha shumë kështu. Tash, dua të kërkoj të vish me mua në festival, tha nuk të them do t'josën del byci. Rrafshi, thash unë, dhe isha shumë e lumtur. Dhe kur e zgjodhëm këngën për festival, e zgjodhëm pikrisht këngën e Haxhi Daudit, sepse fliste për gjendje shpirtërore, familjare, dashurinë e madhe, për largësinë. Edhe ishte gjëja më e bukur në botë kur njëra nga fjalitë të ajo kënga, a do më dush prap ndryshe kur të jem, i them unë, se në familjen time ti je doja i fëmis tem. Edhe marroj prezantimi i këngës, edhe thot Flori, sepse sot ne në skenë nuk jemi vetëm 3 veta, jemi 4. Se ishte reprezentusin atë. Aje të regoj që unë jam shtatzan, ajo është doja i Theo Malit, edhe ishte prezentimi ma i bukur, ato do të kem kujtim. Shpallja më e bukur le temi e shtatzanis, që ti do doje. E dija se po që ishte djalë? E di besoj se ishte goxha kohë, do më thënë nga kushti. Do më thënë atjere kom ditë. Unë e kom marrë vesh mujnë e 3, e ke bërë me nipt, e bëra me nipt, edhe ishim në Amerikë me koncert në atë periudhë, se unë kam udhëtu shumë gjatë shtatzanis. Nuk ishte merak, do më thënë. Fare, unë kam bo përmi 6 koncerte në atë periudhë. Okej. Ma shumë. Nuk e ndalja hapin asë Instagram. No. Ore, kam bo koncerte, kam bo intervista, kam bo klipe, kam bo këngë, kam bo albumin, kam bo festivalin.
Kam udhtu Zvicër, Gjermani, Amerika, Angli, everywhere, do më thonë, nuk ka pas ndales. E qartë. Nuk ka guxu, do më thonë, truni jam veç të është, veç mos t'rego që jeshtë atë zonë, mos t'rego, deri në dhjetor në festival që e thanë. A të pyesnin, a ishe shtatëson? Doli lajmi aso gabimisht, një ditë për ditë është ashtë ku ka gështenja të zjera. Edhe njerëzit me nuan që unë jam shtatëzon, se unë nuk jam dok fare që jam. E kuptoj. Edhe pyeta në Instagram, ku mund të gjej gështenja të zjera? Janë ca kuti të mbyllura, që kanë gështenja të zjera. Thash, ku do t'i gjej? Unë edhe shkruajt në Instagram. Ja nisën, po ti je shtatëzon, kishin fillu aludimet qartë. Që në kryet e herës. Aty, po më prap, dola, shkrunin gazeta, ati mersh në telefon. Po unë se di kam që jam shtatëzon, e dikni ju, që jam, e ditkeni ju. Po si e ditkeni ju? Po pse i berja? Se të zdoja që të flite, zdoja që të përhape, zdoja të bësh rjetë marimange, me u zgjerut. E doja me majtë për vete, e doja, kur të doja unë, ta thoja. Si që bëra? Ashtu si që bëra. Po, deri në momentin që desha. Një nga momentet gjithmonë të një mami, gjatë pritjes së ëmbël, që është e vështirë, që fillojnë ato pikpyetjet, a do jetë mirë, a do të dalin analizat mirë, është ajo ekoja morfologjike që ne flasin shë. Ti si e ke përjetuar atë ekon morfologjike? Shumë e qetë. Nuk e pasur. Jo, nuk e pasur. Unë kam qenë shumë... Nuk i kam pasur të frikra që zakonisht i kanë mamat. E qartë. Nuk... Frikën mrapa më ka lind frika, kur ka lind. Aty janë shtuar. Po, janë shtu mrapa. Po deri në periudhën që kam lind, nuk kam pas frike. Vetëmja frike imja ishte që do më dali qunë. Po pse? Se doja gocë. Vërtet? Kemi qenë në aeroport në Amerikë, tu fluturu prej New York për në Boston, prej në Boston për në New York, edhe më erdhi nipti, ma dërgoj ginekologja Ana Anukja, ma dërgoj niptin. Edhe unë i thash, të lutëm, thash, mos më trego, thash që është qonë. Zemra thash, është qonë. Edhe ka marrë fund. Kam qatë 20 minuta në aeroport. Po pëse? E doja gocë. E doja gocë sepse unë i dua shumë gocat. E doja gocë sepse a di se e ka një djalë. E doja gocë... Që ta përjetonte dhe... Po, e doja që ta përjetonte për herë të parë me mua gocën, a kupton? E doja gocë sepse gocat janë... Lozonjare, ta marrin zemrën. Edhe pak kjo gjeja për me kombinu me robat me gjatë, thësha, ku do gjejon roba për quna, për me vesh cool, me... Pastaj... Për mas 2 jave, besaj. Thash, po të dha që jem të reziti, jetu po qënë, edhe mu kujtu automatikisht që fëmija që unë e du mas shumë të mbot, dhe në periudën që erdi Theo, ishte Aniku, nipi jam. Edhe, thash, jetu po qënë. Do krisët pushka për të, do pret qingjit, do therët keci, a kuptoti. Edhe thash, okej. Do ta arrisi familjen, do shtoj brezin, a kupton? Jo që do e shtoj goca, po do e shtoj në shtëpi tjetër, është ndryshe. Jam e qik tradicionale, unë kam ngell pakës me të vjetrën. Goca është e des... Kush e emocionua më së shumti nga lajmi i pritjes së ëmbël tënde, nga familja jote? Të gjithë. Të gjithë pa përjashtim. Të gjithë. Të gjithë. Mami, babi jam, vjerri me vjerën. Të gjithë e përjetuan. Ata ishin shumë të lumtur. Por, një gjë që ndodhi gjatë shtatzanisë sënde ishte që ti u bëre shumë ti je fiksuar pas pastërtisë dhe rregullit, po e te kalove. E te kalove shumë gjatë shtatzani. U bona e fiksume shumë. Dhe me thonë, kur ikëm në Amerikë, kena nejtë të qunë një gjajës Adisit, te Elti. Edhe lavanderia ishte jashtë, ishte përbashkët me komshint. Edhe ke budalla që ka këtu ka la një ditë po, një ditë jo roba. Po, qarqafët i kom la njerën 2 javë, njerën 2 ditë, e kur asë aton ditën e lume,
kështu Laje, laja, shpshie, po. qa thu ti, fshesën, gjama, plura, po s'ka kudzu me pas me egzistua jo gjë. U fiksove shumë U fiksova keq, shumë, dirisa në shtëpi tyne nuk I lesha me u fut eltin edhe gretën të në mërët me se pak funksa. U fiksova shumë. E kisha problem, nuk e di. Vazhdon ende e ke problem? Jo. 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 Je shqetësuar. Ishte periudha e pjesa hormonale që ndikoi në këtë ndryshim. Në me thonë aty e nxersha te pastërtia, e nxersha atë... Po, ndryshimin, pra. Ndryshimin që kishe ndodhur. Shqyqyr që kom pas te pastërtia, se imaginat të tjerat. Po ndërkohë, blerjet që ti ke bërë gjatë atyre muajve le të themi të shtatzanisë, cilat kanë qenë, ato që më të rëndësishme, që ti ke pasur shumë të rëndësishme? Dere në muajin e 9, unë s'kam ble asnjë gjë. E vetmja gjë që e kena bo gati para se me unis për Amerika, që në shtrati I theos, edhe gjërat e tjera gjitha I kom ble anej. E kisha shumë të rëndësishme me pas badi, mekra, dhe me thonë, pakra të shkurtra, të gjata, ngjyra, dhe me thonë, jo ngjyrat e ylberit, e të isha bezh, zeza, të bardha shumë, që edhe nëse bëj nesër gos me pas mundësi me I rujt që mja vesh edhe asajt, a kupton? Sepse nuk është gjë për të mos u menduar, se s'ki nevojë mi ble prap. E drejt, do mos kur janë të vogla që nuk konsumohen. Se çdo 2 muaj bjen me ndru. Gabimi maj madh që e kum bërë sepse më thanë dush me marrë gjërat 0-3 muaj, meanwhile u dush me marrë newborn stuff. Theo ishte shumë I gjatë, po ishte I holl. Ishte lindi 3 kg 100 gram. Edhe automatikisht 300 gram. Edhe të gjitha rrobat që unë I kisha ble, ishin shumë të mdhaja. Po para se me shkum, para se me lind në muajin e 9, automatikisht bleva karrocën, sepse në Amerikë nuk len me dal pa car seat prej spitalit. Pa tjetër strollerin karrocën. U fiksova në atë periudhë me nuna edhe... Atë mora? Nuna mora. Atë ka rezultuar e mirë? Oh, the best. Okay. The best. Është shumë praktike. Sugjeron, pra. Është pak e rënë si karrocë, nuk është shumë... Nuk është ma praktike janë botë, po është praktike në lëvizje, është shumë e sigurt në lëvizje, është... Nuk ka mundësi me thonë, e tashti do devijoj, ose do më rëzot karroca, ose do më kthehet. është karrocë e fort. Edhe mund ka pëlqy shumë. Edhe ju kam sugjeru plot nanave, kur më kanë pyet se qa karrocë do. Qa karrocë më sugjeron me marë. Po krevatin next to me e more qa more? Jo, next to me e kishte Greta. Okej. Next to me e kishte Greta, që ja kishte përdor qunit. E kishte të Kikos, më duket? Lindi në kohë, Teo? Nuk lindi në kohë. Due date e ka pas me 16 prill. Nuk do I ke me dalë, të më që I ke ma shumë të mami vetë. Sa I shkoj, sa javë plus? I bje 2. 2 javë plus. Po, 22 javëshe kam lind. Okej, 22. Me atë që, do me 21 e 6 ditë. Okej. Ti e kishe planifikuar, e doje naturalisht? Po. Asë nuk u diskutoj ke në asë një lloj forme që unë me bu me operacion. E doja me I nidhim të lindjes, doja me shiju momentin kur del, me pa... Kur ma sillin bashkë me kordonin, kur ma sillin këto, doja me vujt. E doja atë moment, sepse gjithë ma kanë thonë që është momenti ma I bukur në botë kur del edhe ta vend të krau, dhe realisht ishte momenti ma I bukur. A I 1 sekundë që desa ma kanë vunë krau, mu më është dokë si kur 10 minuta. Po, kisha ca pyetje që I bësha vetës, mos ma japni të krau. Dhe me thonë... Po. Me thonë, e kom pas slow motion totalisht, momentin prej kur ka dalë, deri kur ma kanë vu të krau. Të betohem është duk si 10 minuta. Ashtu, të kanë kaluar shumë mendime në mend. Po, që kur e kom pa video në mrapa, se Adici e ka regjistru lindjen, kur e kom pa video në mrapa, thësha, 1 sekund, kam kanë orë mu gjithë të mendime për atë sekund. Një prej pyetjeve ishte, si do të arris, qa është kjo, bua sa I keq, nuk është I jemi, sa doli nga atë momentet, po. Fjalia tjetër që I kom thonë vetës është që unë doja ta thoja out loud, po nuk e kom thonë,
mos ma jepni te krau. Po Pa tjetër që ma dhanë, po. Jo, kisha qatë shumë dhimbje në lindje, u torturova qatë shumë, e refuzove në atë moment. Po, dhe më thonë, isha më lëni të qetë, dua të qaja, akoma më shumë se shpëtova. Pa kur ma kanë vu të krahu, edhe nuk po e ndjeja qunin duke qarë, thash, qa po ndodh, edhe ja njisa mu friksu. Mas 1 minutë, e tërheqi që këthizën doktori bebit, kura ka njës me qatë këmonë, erdi bebi jam, edhe më falë, nuk e kom pas të e kom pas këto. Edhe e shifsha, thësha, una e vogël, una e vogël, e vdik që më ma vete, pas ka unën e vogël, gëzimi jam ishte pse kishte unën e vogël. Tani thash çdo gjë është në rregull, mund të rritemi. Jemi mirë. Sa orë pritje patëm? Sa orë pritje deri në këtë moment? Pritje gjatë deri në momentin që lindi, pra me dhimbje? Po, dhimbjet nisën në orën 12 të drekës, ishin dhimbje me shkëputje. Po, më kapën dhimbjet e lindjes, atë ditë, dhe më thonë të gjithë, ti ke ko me lind, ti ke ko me lind, edhe një 2-3 ditë për para, bona kontrol të në spital. Në spital, edhe më thanë mu, ti e ke kalu ditën për me lind, kështu që po ta lem datën për me stimulus me datë 30 prill. Edhe unë thash, po, mos të ta keni ju, a kupton, ideja është që këtë do të me dalë, ma. Edhe ma kishin shkujt gjatë që me datë 30 prill. Gati për stimulim. Po, gati për stimulim, edhe unë e mora të mirë qënë që edhe aji në atë kohë do vinte. Do vinte në jetë. Edhe marë motrën në telefoni, thash, motër, thash, më kanë kapë ca dhimbë të leta, më tha mu, për ca se jam me nanën, me vjerën e vetë, këtheje mund të, më thotë mu, nalë të asha parkun, që më ka mu, tha, tha, t'ki ko, tha, dhe 2 javë, dita së t'ka ra barku ala poshtë. Thash, më mu po më dhemë, që është kjo së t'ka ra barku ala poshtë? Po, tha, ki koti, tha, t'bje poshtë. Okej, thash. Dërkoj, thash, motrës, thash, nuk i kom pas në herë këto dhimbë, ka që të theksume. Motra gjithse si ta moj, rështrirë, tha ti, mos e moj menën aty, ose qo dhe bë diqka me heq mendjen. Miri, thash une, a disin atë dit, i ku për menimu qunin e gjajës vetë e restorani, dhe i them unë, hajte, qik ma herët, mësellë dhe me hangër, vjena a disin, mësellë me hangër, dhe i them unë, dhe ma bësh gati në eksumin? Pa. Më tha mu, po, shumë herët, tash, orës nuk është herët, tash, dua sot, dua ta kem gati. Unë ndërko kisha hekuros, kisha la për herë të 2 qarqafët, a kupton ti? U fiksova fare, më vjen, nashta dhe më vjen turp, kur e them. Too much, it's too much. Lava qarqafët, i thava, isha tu i hekuros. A disi e mori, e regulloj në ekstumin. Edhe njësa me vu qarqafët, me lan gati, mora robat e qunit, dhe më thonë që i kisha la dhe ato, hekuros, a i bona gati, dhe ato i futat e valigja, se thash, okej, jam 1 javë ditë para, po qa rëndësi e ka kjo? Duhet jetë gati, normalisht. Edhe, meanwhile, a disi i ikën, unë hypi makinës, shkoj në dyqan, bleva mish, bleva gjërat për me bo baklava, se ishte Ramazan të nesërmën, Bajram. Ishte nata e fundit e Ramazanit, edhe nesërmën ishën Bajram, edhe thash, ti bëj, thash, eltit, sa ka agjëru 30 ditë, thash, ti bëj mantia, thash, edhe baklava. Këllam të pjesa e dhimbjeve, që filluan pastaj, unë nisët për në spital, direkt, apo priten në shtëpi? Tani, a disë të më thonë, unë dola, marova punët e mija, u ktheva në shpe, e hangra atë akullin e lemonade-it, po e hangra me atë shumë shije. Po, e shijove, ndo njerë. Thu se kam hangër në tiramisu, a kuptën, atë shumë e hasha atë akullin, marrësha fare.
Nga ora 6, ata e myllshin restoranin edhe erdhen në shtëpi, edhe I them unë Adizit, ore, këto dhimbët e mia janë shpeshtu I qik, të lutem, nuk rritet më, kam nevojë me ikte në spital. Edhe ikëm. Gabimi jam më I madh që e kom bërë që kom shkuar aq herët. Ishte herët. O dasht me prit. Po, të paktën deri sot më kapshin dhimbët e mëdha, që dhimbët e mëdha më fillun nga ora 12 e natës. Vjen doktori në dhomë, më pyet se si do që unë ta bëj lindjen. I thash, tha janë 3 mënyra. Një gjilpër që jepet në kurriz, ose e dyta mundësi është me të thonë mpirje lokale vetëm tek kofsha. Po, tek këmbët që mu mbi kofsha, ose epidurali. Në thash, qashtë ajo epidural, thash zbot laf, nuk jo, du ta ndjej dhimbjen time, du ta ndjej dhimbjen e lindjes. Edhe I thash, a ta provem atë të zero, thash, pa fare. Jo, pa fare. Okej, e filluat pa gjë. E fillova pa gjë. Tha doktori, okej, si ta dush ti. Fati jam që e kom pas një prej doktorëve më të mirë të spitalit në Pakepsi, ishte, nuk e di, qetësia ati lloj ginekologu. O, dear Lord, unë thëmë faleminderit Zot që më ka raje dhe nuk e kam zgjedh vetë se kush e di sa do acarohesha. Unë isha acarume kisha shumë presion, kisha shumë dhimbje dhe ai me atë qetësinë e vet, najherë më duke sikur mi heqte dhimbje, da kupton? Se ka shumë rëndësi kush është aty përballë teje. Edhe nga ora 12 e natës më kapën dhimbët e mëdha. Edhe erdh prapë dhe më tha mu, sister, you are suffering. Are you sure you want to continue? A je sigurt që I ka dënë me vazhdu kështu? Thash, jo, nuk jam e sigurt. Do më thonë, isha hap 9 centimetra, edhe më kapi sikur më dilte zjarr pi trupit. Më duke sikur janë tu më shpu me thika. Kisha shumë dhimbje, nuk e duroja do të ma. Edhe e pys Gretën. Sepse në dhomë me mua ishin Greta dhe Adisi. Edhe e pys Gretën orë, thash, a dhem thash kjo epidurali, dhe ajo më thot, jo zemra. Mirë. E bëjmë. E bëjmë edhe shtrihem unë. Jo shtrihem, ulla edhe vuna këmbët se kësho deshte, me kry supet. Edhe vjen anestezisti, bashkë me një student vetin, edhe futaj atë gjilpanën kaq. Ishte kaq e gjilpana e zyting e nxerte. Vyp e nxerte. Edhe I kthehem unë Gretës, edhe thash, it is supposed to hurt this much, a do të me dhim që ka të shumë? Tha Greta, jo, nuk dhem. Nuk ishte të më dhimt, ishte të më vdek. Duket sa ka to. Edhe kthena ka doktori. Në këtë moment, e maj mend që e kom shah Gretën. Edhe mrapa I kom thonë, më falë, zemra, po më dhimt të shumë. Edhe u ktheva te doktori ore, dhe thasho të më dhimt shumë. Kam shumë dhimbje. Më pa e njerë kështu sikur, që po thot kjo. Ose ka bo për mos më dhanë siklet. Se me njerë mas 2 minutave u qohaj, e largoj këtë me stel për mos më kuptu. Ore sa e ka marra e ndorë, fip maroj. E pash jarë, thash, zot në aruj. Më thanë mu ushtri edhe më avun një buton. Edhe më thanë, pas 20 minutash, dush me shtyp këtë butonin. Mirë, thashon. Ora 1 natës, dhe më thonë. Ky proces filloj, unë u shlirova, thash, sa mirë. Qënka. Fillova të bo foto, të bo video qëre se jam të spitali të bo. Për zotin e kam video në aty, nëzihesh me lot. Edhe bona me snap, se më ishte ejnë hunda me filter, a kuptoni, qik me rregullu vetën. Ishte bo hunda kaq si paprika, si speci madh. Të gjithë grave shtatzane për ashtu. Edhe u shtriva njësa me bo foto, thash, edhe e nala në një moment, ja njësa tu pa televizor, thash, s'flano fjef, pak. Sa më zoni gjumi, pipja njësi në dhimt. Thash, ok, thash, pas kanë kalu 20 minuta, edhe e shtypi butonin. Kush me shtyp? E shtypa one. Njësë në dhimbjet më ushtu. Thash, ora, pas kanë diku, e shtypi prap. Bot ora 2:20, qka e til.
dhimbjet veç u shtojshin, u bëshin shumë ma të forta se sa që unë kisha mujt me imagjinu na e herë. Edhe i them Adisit që nuk jam mirë, o të mllim shumë, më të shtype, e shtypi prap. Ishte bloku. Po. Ajo që e qënë Epiduralit ilaçin. ilaçit, po. Edhe une e kom pas epiduralin në shpinë, e kom pas dhe me thonë Po, të vendosur, po. të vendosur, po nuk ka kry kur farë funksioni. Pra deri në fund t'ja çove vetë. Une e qova vetë, më kanë dalë ty duq. Unë thash, meta që to. Mendoj mbarova, the. Ishte një moment që i thash doktorit të lutëm, thjesht shpëtoje fëmin. Unë thash dha shpirt. Isha totalisht, nuk përbaloja dhe të mo. Ishte një dhimbje jashtëzakonshme. Po, ka ardhë prej ujrave, kisha gjakterdhje të jashtëzakonshme gjatë lindjes. Edhe nuk jam të rrajt, e kam video do ta tregoj pastaj. Jo, po nuk e dëshoj fare, se ta dëshoj. Jo, se zakonisht tonë që Fifi egzageron, po sinqerisht nuk jam të egzageru. E kam video të ta them pastaj. Do ta tregoj pastaj. Kam pas një gjakderdhje të jashtëzakonshme, ujra nuk kam pas, dhe uji mu më ka dalë. Pra ishin tharu urat. Ndërkohë kam pas këtu gyp, këtu tuba pra, po. Tup këtu, kam pas poshtë tup edhe afër të këthiza, që m'jepshin ujtë të në kohën, ujtë për bebin, pra që ta mbani që me kanë bebi, sepse bebi kishte bo edhe kakën? Kakën mrena, edhe ishte fliq ujë. Edhe ishte rrezik për aj me e pi ujën. Të lutëm, inshallah s'haroj me ta tregu pastaj këtë gjën. Vjen një moment që i them doktorit lutëm shpëtoje bebin, nuk munde më, edhe më thotaj mu, e kemi edhe një mundësi të fundit që mundemi ta provojmë për para se me të qu për C-section. S'dua ta bëj tha C-section, nuk du me të qu në operacion, po du me provu, tha po kjo tha varet vetëm nga ty, sepse tendenca tha që ti të shqepësh akoma ma shumë, të shklyhesh në fakt, edhe ta provojmë tha me vakum. Edhe unë thashore vakum thash qa operacioni. Po ti e dje qa ishte vakumi? Jo. Po s'kisha frikë. Fare. Nuk kisha frikë fare, po dhe të ta them pse e dija pastaj. Unë nuk e dija qa mund të ndodhe me trupin tem prej vakumit, po që e dija qa është vakumi, e dija sepse edhe mu mami më ka lind me vakum. Vërtet? Po, dhe më thonë, lindja ime ka qenë njëtë si e mami te me mu. E di që në Shqipëri nuk përdoret më si metodë, më thonë, kanë filluar, kanë eliminuar plotësisht. Te spitali që kam qenë unë ishin të gjitha me metodat e vjetra. Everything u kanë me metodat e vjetra. Edhe unë jam shumë e lumtur që e kom bo lindjen atje edhe e kom bo në atë lloj forme. E qartë. Edhe e vendosi vakumin. Edhe vendosa vakumin. Edhe me vakum për 10 minuta pastaj erdhi. Dhe momentet që ka dalë quni, ka shpërthy ujrat. Dhe të ishtë në paplasura. Po, unë do me thonë, në të kata merë isha keq, a kuptan? Shpërthejnë ujrat, po ishte moment i bukur prap, a kuptan? Ma i momenti kërë më ka ardhë këto, nuk e paguj do të me asi lek. Më ka qep doktori, më kapën ato dridhje të frikshme të konvulsione. Ishin komët kështot, my god. Më mori ndimës mamia, më futit e banjo, më shplau me lecka me uj me kamomil, më veshi brekët e spitalit për me vesh ato ilaqet të pjesët intime, se kisha shumë probleme. Kisha shumë probleme me hemoroidet, kisha shumë probleme me pjesën ku, qepa, se unë u shklyva shumë. Ke pas siklet shumë të madh, Fifa. U qava fare. Edhe, a u pendove në një moment që nuk zgjodhe? Jo, nuk diskutot, unë prap do ta bëj vetë.
Jo, ti dakord bëje vetë, po në atë moment sepse mund të rrezikoje bebi, mund të rrezikoje ti. Jo. Nuk e kom menu fare, nuk e kom shti fare me elaburu këtë muhabet. Po pse të ka ndodhur kjo gjë? Të ka ndodhur kjo gjë për shkak se ishe fiksuar për lindje natyrale apo për shkak të informacioneve që ti kishe marrë sa e rëndësishme është të lindesh natyralisht? Apo... Jo, nuk kam... E vetëmja gjë që e kom dasht përjetësisht është mi një dhimbjet e lindjes. E kom ndërru me e pa momentin kur bebi jam do dalin nga trupi jam. E dojsha me një dhimbjen, e dojsha me ndje dhimbjen. Plus edhe motrat e mija kanë lind vetë, mami jam ka lind, 3 gocat e veta i ka lind vetë, vetëm vllajën e ka bo me operacion, sepse e ka pas lindjen shumë të komplikume. Plus ka qenë në mosh, ka qenë 20 vjeç, kur e ka bo qunën, kur e ka bo vllajën tam, edhe e doja pa të diskutim, dhe me thonë të lindja vetë. Përveç pjesës që është shumë mirë me lind vetë, është Zoti e ka bo një farë procesi që duhet me ka naturalisht. Absolutisht nuk jam kundër C-section. Po, unë sugjeroj gjithmonë nëse është mundësia me bo naturalisht. Unë personalisht nuk e dija duhet me folë këtë gjë. Unë jam shumë e ngushtë. A kupton edhe problem ka qenë kjo lindja ime natyrale. Po, unë e doja ta bëja. E doja sepse dua ta ndjej, dua ta përjetoj në 100% e saj. Edhe ashtu e bëra. Edhe pasaj shkuat në dhomë? Ndetë të gjatë në spital? Në orën 9, 2 ditë kina najtë spital, po, 2 ditë kina najtë spital, në orën 9 më kanë qute dhoma, dhe më tha mas 3 orësh. Ta futën bebi në gjitë direkt? Po, me njerë e mori. Erdhen ato për para, më treguan se si duhet ja jep gjirin, më dhanë ca gjëra, më dhanë ca si pun quqash që mund, deri sa të bëhet maja që mos të lëndohet, të cilat nuk pata nevojë me përdor fare, sepse quni e mori gjirin me një herë, nuk e pata atë problem. Si ishte ai moment? Bekemu! Nuk ishte emocion matë madh, ishte gjyko totalisht tjetër. I loved that moment. Quni e mori gjinin me një herë, e bukra e kësaj gjës ishte momenti kur unë në futa dhe voljava vetë. Mas 4 orë që unë kisha lindë. Ashtu? Po pëse shpate? Budale. Po si s'dita kur më u fekita, kupta me bu fake në i gjokë. Me thonë, fare. Kush do mi marroj punë të mija kur të këthejmë Shqipni jo? Duna mu shumë u bogati, shpejt, duna me marrë vetën. Të ndodhi gjë? Jo, ishte e bukur kjo gjëja. Dhe me thonë, prita sa erdhen ma heqë atët epiduralit, erdhen ma hoqën nga ora 9:30, gjysë more pasi që më quan të dhoma, ma hoqën, u shtriva, thash tani, pushoj që këfif, shifsha valigjen time, ma bënte me symë, thash, hajde më merë, futu lau. Thash, okej, do i kitë lauam. Jam që, më marën qik menët, okej, thash, që unë kam tani, më së ullë, jo që unë kam. Thash, atë bëj si kur jam shumë e lënduar, apo të mos bëj. Jo, thash, mos bë. Folësha me vete. Edhe isha veç vetë në dhomë, sepse a disi iku me bu patentën. Edhe, është okej, ti mundesh, ti doja dalesh, edhe e nisa me hapa të avasht, shkova të valigja. Dhe shurë, në që ka mirë, e bëj. Mora robat, mora shampët të qunit, u futa të banjo. Mora peshqirin, u futa të banjo, të ashtë e kisha edhe një kështu si tip parvazi që mund të ulesha. Më shtetëshe, pa. Mu marrën me thonë drejtën kur filloj ujë, po thash jo, s'kodzoj me një une këto baramendje. Duhet me u bo mirë. Edhe u futa u lava për 7 palqefe, kam nejt 25 minuta nër ujë. E këshiuar, ha? Dhe veç përshë, sa mirë. U fërkova në për trup, pa tjetër që jo të vendet ku nuk u deshte. Edhe u vesha, dola. Bona kretë procedurat që mi boni ndimës ma mija, para se, jo ndimës ma mija, ndimës doktoresha, ndimës infermierja. Infermierja, pa.
që mi boni për venet ku unë isha e hapur akoma. U pona gati, u thava, hap derën unë të banjës, hap derën doktoresha. Më thot mu, dje ke linë ti? Thash, jo, kam linë tani. Kur ke linë ti mu? Thash, para 4 orëve. Që e tu bën kamë, më tha mu? Thash, jam t'ula. E shpejt, tha mu shtritash. Avash. Të betom, nuk jam të rajt. E kom mjullë dhe thash, zemra thash jam shqiptare, unë thash, më presin 100.000 punë kur këtheja të shtëpia, të lutëm thash, do të mu bo shpejt mirë. Edhe ajo, jo. Edhe mu afru për më mnimu me më shtit e shtrati. Thash, okej, më ndihmo, po jo më agjetus, as nuk, jo më stresu se unë jam të e bo për vetën time. Jam të e bo që më marr veten shpejt. S'kam nevoj me ushtir që s'jam mirë. Ato kanë e para prinë, e kuptoj, që mundet me ndodhë diçka. Po, kanë mujtë më marrë met, ku jam qu, me rënë tokë, me pas krizat e tjera, pa tjetër. Po, e kam qenë shumë e kujdesshme në momentin që kom shku dhe i kom krytu procedura. Nuk është që kom bo veprimet të pa paramenduara. E pa paramenduara është që me më fut me ulja, po prap jam shumë dash. Më shtriu, shumë bukur, mas gjysmore, më sollën qunin, me i dhanë gji prap. Jo, gji për herë të parë. Aty ka qenë momenti që i dhanë qunin gji për herë të parë. Edhe, gjinja ma e bukur në botë. E di, është moment shumë i bukur. Në fakt, i cili ka vazhduar më pas në shtëpi, ishte okej. Po. Ka qenë super në rregull. Çdo gjë ka qenë në normal. Dhe jam ka pi gji deri në muajin 5.5. Në 5.5 ma hoqe. Vetëm me hoqe. 2 jarë bëri kështu. Po pse, çfarë ndodhi? Nuk e di. Kisha gji konsultove me dikë me një doktoresh? Kisha gji akoma. Mbase nuk a ke përdorur pompon? Po. Pompa ka pas 1 muaj. Edhe qa bona mas nena, gjirin e mersha, e bësha me pompë edhe futra në për ato qeskat e pompës edhe ja jepsha me shishe mrapa. Për sa ko? E ke mbajtur? Edhe, dhe me thanë gji, pas taj 3 dit, mas 3 ditve mu nalë. Po për ato 3 dit mu mdoli... Pra nuk ishe nevoj për të marrë ilaçe për të ndaluar? Jo. Mu nalë, u nalë direkt. Pjesë u ndalë. Po, ishte fiksi ku ato fjallët e plakave që thojnë moment që s'ta dënë më bebi gjirin të nalet vetë. Largohet. A kupton? E kuptoj. Është ndryshe kur bebi do gji edhe ty s'nalën. E qartë. Po ti do mja hek. Edhe është ndryshe kur ai ta hek vetë edhe të nalet. Qa po ti jone? Kur u kthyet në Tiranë? Pas atij momenti. Theo ka qenë 30 ditë. Gjatë atij muaji atje, cilat kanë qenë vështirësitë që ti hase? Fare? No. Ishte e natyrshme gjithçka? Gjithçka. U habitshin njerëzit që kisha përreth. Po me gjumin ke pas probleme? Jo. 7 ditëshin e parë, çuni e kishte tendencën me më flajt ditën edhe me më najt zgjut natën. Po. Mu kujtua rastësisht në një nga raftet e mia që unë kisha ble Swaddle Me. Po. Edhe thash, ta lidhe një herë, ta provoj, se ato nana tona që ne kanë lidhë budallashka s'kanë qenë. Edhe e mora e lidha, ishte drek. Ore, sa e kam lidhë, nuk mu zgju nga gjumik 3 orë gjys. Fare s'lëvizi. Edhe atë natë thash, thash, dëvuaj edhe sonte. Të nesër, e lash me flajt ashtu si që flante para se me e lidhë. Në orën 8:30 darkës, thash, të jap gjithë ta lidhë. E mora, e lava, e lidha. Këtë e kom po kur ka qenë Theo pasi që i ra kërthiza. Dhe me thonë, deri sa i ka ra kërthiza, e kom lanë rahat. I ra kërthiza, e mora edhe provova këtë gjën, sepse e tremte veten me dur, edhe zgjoj pi gjumit. Edhe thash, bukur shumë, vujta edhe një natë, nesër të ditën e lash me flejtë si qdeshi. Natën, litë e marë, e lava, e lidha, e vuna në gjitë. Flejti, e vuna të jastëku, u qutë nesër me nora 8. Fare, dhe me dhënë ka flejt 11 orë e gjysë. Më thashin, nuk zgjoj nga gjume, pse do na me zgju? Nuk do na me zgju, ajnës do me pi qohët edhe pinë. Atë natë,
e kuptova që thjesht duhet me e ndjek instiktin edhe se qa do bebi. Edhe e kom vazhdu atë gjën. Edhe kur jom kthy prej Amerike, e vuna në gjumë në avion, që me i hec koha, që kur të vim këtu me më qëndru, dhe me thonë, me u përshtat me njerë me orarin këto. Edhe këtë ja dola me sukses edhe... A ke përjetuar ti baby blues? Depresion pas lindjes? Pa tjetër. Edhe më ka zgjatë 2 vjetë gati. Si, në çfarë? Emocionale u kanë, shumë psikologjike, kisha shumë anxiety, fillimet e mija të shako me kanë e aftë me rritë këtë fëmi. Edhe e kom pas deri vonë. Pastaj kisha kështu shkputje, koma s'kohe, emocionale. E akuzojsha vetën. Disha para pasqyrës nuk më pëlqejke vetja. I thojsha vetës që ti s'ke me mujt me kane aft me bo burr këtë djalë. E akuzojsha vetën shumë. A kërkove ndihmë? Jo. E kom ndihmu vetën. E kom gjetë a jetë ti kundra ndihmës? Jo, s'jam absolutisht kundra ndihmës. Thjesht e kisha shumë të nevojshme me marrë përsi për vetë shërimin tim. Po mos ndoshta do e kaloje më shpejt, më lehtë. Patjetër që po, pa diskutim që po, që do e kaloja më shpejt. Po, unë jam konsultu shumë shpesh para shtatzanisë, para se me qenë shtatzan, kom pas psikologët dhe konsulente të ndryshme që unë jam këshillu, kom fol. Dhe unë gja e kom kriju vetës një lloj forme se si me u shëru edhe si me e shqyrtu atë gjëntime. Pa diskutim që kjo e shtatzanisë dhe postpartumit është shumë ndryshe, s'ka lidhje me atë. Thjesht e kom lanë me ndodhë. Kur e kuptove që u shërove? E kuptova që u shërova kur fillova me pranu çdo gjë. Që po, kjo është kështu, kjo është kështu. Edhe mos me më shqetësu asnjë gjë tjetër. Aty e mora vesh që I'm okay. Kështu e kom marrë vesh edhe për gjërat e tjera që më kanë ndodhur përpara, për cilat kam pas traumat të veçanta, kupton? Edhe këtë e mora, e trajtova njëjtë sikur ato ndjenja që kom pas ma përpara, për cilat nuk du të flas. Nuk kuptoj. Jo që më shkaktojnë ndonjë gjë, më shkakton asnjë lloj feelingu, përkundrazi unë jam krenare për krejt periudhat e jetës tam, çado që kom kalu. Dhe ato që më kanë ndodhur në jetë më kanë bëu këtë që jam sot. Edhe postpartumi më ka bo më të përgjithshme. Më ka bo me pas një mendim kritik shumë ndaj vetës, po edhe shumë të qartë njëkohësisht. E di qa du, e di pse e du, edhe e di kur e du, për qa arsye e du, me rrit djalin tem në këtë lloj forme. Në qartë. Kur ja nisa ushqimin? Me njerë mas ma kalon gjinin. Okej. Ja nisa me i dhanë formull, po, muj 5 e gjysë e 6, dhe më thonë edhe atë 2 javëshin ka pas qumështin që ja kisha bogat, se unë koma s'kohe kisha akoma edhe qumësht tjetër në ndërkohë që ja kisha heq me pompë. Dhe kishte gji edhe kishte qumësht edhe për një 2 javë, 3 javë tjetër. Me njerë sa ka bo 6 muj, fillova frutat, mollën edhe dardhën. Me blender? Me blender, po. Me blender me ujë. Bëjsha me blender mollën edhe ujën. Po. E shtova edhe qumshtin formull. Ja provova të gjitha llojet e qumshtave, se më thoshin i dhijes është ma i mirë, ose është një tjetër e mirë, ai çuditërisht vetëm të lopës ma piju formulën. A zgjodhe një pediatër për ta ndjekur te Theon në Shqipëri? Shtetin e kom zgjedhur. Shtetin? Po. Ke funksionuar me shtetin? Po, kom funksionuar me shtetin dhe jam shumë
proud me shtetin, jam shumë krenare me shtetin. Janë shumë të mirë. Janë të njëjtit doktor që punojnë edhe në privat, apo jo? Drejt, po. A ke pasur eksperienca jo, le themi fort mira shëndetësore me Theo? Kur Theo ka qenë 1 vjeç e gjys, u bo rënd fare, mori viroz nga kopshti besoj, nga qerdhja, sepse ishte në qerdhe. Ja kishe nisur aso kohë? Po, e nisa qunin Ka qenë qerdhje private, shtetërore? Jo, ishte në shtetërore. E dua shumë shtetin, e dua shumë gjën me kam në tokë, e dua... Përveç që kisha edhe këtë pjesën që dua ta mësoj qunin që ti nuk je djali Fifit, po je djali Filoretës, e kupton? Që ta nel të jetë... Në qartë. Kjo ishte një prej mendimeve të mia, po quni fatkeqësisht u bo shumë rënd, e qova në pediatri, në shtet, ma nalen automatikisht, kishte marrë bronkopneumoni të thellë, kishte ujë në stomak, ftofje në mushkri, zorë të ngatruara, erdhë pediatra kryesore e pediatrisë fëmijëve dhe më tha mu që i ke bo djalit, sa ti jetu i rreziku Jetën? Po, për me fut në operacion, për stomakun, për zorët. Për zorët. Po ndërkohë nuk mundu me kanë shumë korrekt, i kom bo të gjitha gjërat si që më kanë thonë me i bo, nësështë që kom bo diqka jashtë. Kur ja të regova procesin që e kom bo, më tha, po pse kam rri diri të kjo për me u shkaktu kjo gjëndje. Ajo kishte ndonë sepse nuk më kanë të regu, ka qenë ejte e premte, si i bje, ejte e premte, kër e kom pas në qerdhe, shtu në dire nuk e kom pas, se është pushim, të hanën pastaj, do me thonë, quni kishte 4 ditë pa dalë. Jashtë? Po, pa kry nevojën e madhe. Dado, kur ka shku me marë, nuk i ka pyt a ka kry nevojën e madhe. Ndërkohë, shtu në djelë se ka bo, edhe a i kishte 4-5 ditë pa dalë, a kupton? Edhe në ndërkohë i kishte kap edhe temperaturë madhe, dhe kur e shkon e merë dado qunin në këp, shtë më thot mu e kam gjitë Theo në gjyrë Lejla. Edhe kam shku me vrap, me adisin e kemi marë qunin dhe e kom që automatikisht në urgjens, të pediatria e fëmive. Edhe me njëherë ma kanal, dhe me thonë, ajo java që unë kam qenë shtrirë me qunin, zdu me kujtu. Shumë e vështira. Ta shofësh bebin të ndatë. Nuk kishte vend që se shpun, se ishte të në kuon të marë serume për me pastru gjakun, CRP-n për e cërën, e kishte shumë të lartë, po jashtë zakonisht shumë të lartë për... Pra inflamacionin trupe kishte shumë të lartë. Për moshën që kishte edhe nuk ja fali vetës. Ajo është gjë që s'ja fali vetës. Dhe pastaj u rikuperua... Po, u rikuperua, mori vetën, nuk e qova më në kopsht, unë thash edhe ashtu te kam dadën, nuk për me mdi mu e kam dadën. Po pse zgjodhe ta qoje aq herët në kopsht? Për me bo mu integru me fmit, me e marë hijet të fmive, sepse Theo vërdal ka vetëm të rritur. Kalon të shumë kohë me të rritur? Jo shumë, jashtëzakonisht shumë kohë me të rritur. Gjyshja gjyshit tjetër, nana, dhe me thonë mami, babi, gjagji është i madh, daja ishte i madh, të gjithë jemi të rritur, a kupton, nuk ishte fëmijë për rreth. Motrat e mia vishin shumë rrallë dhe unë kam shku një herë në Kosovë fare deri në periudhën që Theo ishte 1 vjeç e gjys. Dhe me thonë nuk kam bo shumë lëvizje të tipit me e qute dajt, a kupton? Edhe e ndjeva të nevojshme që Theo do të me shku në qerdhe. E kuptoj. Doja që ta qoja në qerdhe, e qova edhe e nala. Pse ja vendosët emrin Theo Mal? Theo Mal, sepse Theo në latinishtën e vjetër do të thotë zot i dhuratave, në greqisht do të thotë zot, po unë nuk e kam lanë prej greqishtës. Unë jam shumë e lidhme me latinishtën e vjetër. Mendoj që në një jetë tjetër kam qenë një latine e bërë. Nga anej.
Theo sepse ai është zoti i dhuratave të mia. Mal sepse është verjor dhe i rri mas bukri emri Theo Mal. Preferon fruta, perime më Të shumë? gjitha, Theo han të gjitha, han bukën, han pastat, han pizza. Këto nuk i ka të përditshme, i ka e han gjellën, e han supën e ka shumë qef. Supën me lëng kockash, edhe me fide kështu si tipo rizje që janë. E ka qef supën e pulës, supën e kërpudhave. Ka pas një periudhë që e ka hangër në mënyrë të jashtëzakonshme, supën e brokolit. Fantastike. Pra han shëndetshëm, që është shumë e rëndësishme. Gjellë me patate, tani për shembull te nqerdhe, se na në Kosovë nuk e kena në listën e ushqimeve, si e ka ajo që hat për mëngjes? Trana. Nuk e njohim në Kosovë. Nashta edhe njohin, po njerëzit e mi nuk e njohin. Edhe nuk e di, unë s'kom dit me e gatu najherë. Han 2 pjata. Trana. Po, thjerzat nuk i kam pa ashtu të fare në menune. Han, thjerza, ha grosh, han, të gjitha i han. E tua të pyes pak, me qënë se ne përmendëm pjesën e dandove, po që sa e vështirë është për të gjetur, dhe për t'i besuar, le të themi fëmijën tënd, shpirtin tënd, një individi i cili ti nuk e zgjedhur datë shqiptare, zgjodhe filipineze. Pse e zgjodhe kështu? Për shumë arsye, për komoditetin që ta japin, për qëndrimin, janë 24 orë. Është ndryshe me pas dika 24 orë dhe me pas me part-time, me pjesërisht. Mu më interesoj këtë u përshtat ke ma shumë nevojave të mija. Vetëm për këtë arsye. Që ta kem sidomos kur të flenë gjumë me qenë ajo aty. Sepse në pjesën e madhe të ditës unë jam gja available, mund të rri edhe në shpe. Ka kopshtin nga ana tjetër. Po, ka kopshtin, ka gjërat edhe unë punën kryesore e kam mas orës 9 mrapa. Edhe mu deshte t'i kush që dë rri aty, të jetë aty mas orës 9 mrapa. Dhe këtë e ofrojnë vetëm letësisht këto të hujat. Gjatë bisedës që bëm bashk, edhe për pjesën e mjekësisë, ti je shumë pro forma me popullore më shumë. Se sa le të mjekimeve të... Unë jam pro edhe kur të kap temperatura... Çfarë përdor zakonisht? Veç kur e shoh që është shumë, që s'mundet më ullë ndryshe, Neurofen Takipirin i alternoj për ndryshe, patate, te qërapet. Si e bëm te qërapet, patate? Pres patatet, hëll, pa e gjilkurat, hëll, edhe i vej te qërapja posht. A e mban kollaj e Theo? Do ta mbaj. Do ta mbaj se s'bën? Po ja maj unë deri sa tashtu, ose qumësht... Sa kohë ja mban? Maksimumi 1 orë. Ja mban, e mban. Po sa ti thot ajo gjëja. Po mirë e mban. E man, se ajo pastaj nxehet. Patjetër, po. Edhe bëhet nish me komën. Edhe qumësht te vendi. Qumësht, po, që ke përdorur. E marr qumshtin me lecka. Me napa, Po, always me napa. Po unë leckat, të them ndryshe. Na i thona ndryshe napave. Po. E bëj me qumësht, e bëjnë pirë, e ngopi me shumë me ujë edhe vete veni. Do me thonë të qarat e ti janë të jashtë zakonshme kër do të këtë proces. Deri në farë moshe durojnë, për pastaj nuk durojnë do të më farë. Jo, e ka pas që në fillim këtë gjënë. Sare kap temperaturë, ja bëj këtë proces, edhe më ka rezultu gjithmonë për mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Vaksinat, ne ke bërë të gjitha? 2 vjeçarin se akum ba akoma. Je skeptike, Karshi? Jo, do me thonë, jam edhe skeptike, pa diskutim, por në të njëjtën kohë nuk kam mujt me ja bu 2 vjeçarit, sepse çuni ton kohën ka pas kështu ka pas ca viroza të stinës. Po, do me thonë, ose ka pas hund, ose ka pas koll, ose ka pas e ka kap ndaj rruf, ose e kanë kap hund me sekrecione, ose kupton, ton kohën ka pas diçka, ose kemi qenë të shkoputur, s'kemi qenë fare këtu. A ke frikë nga syri? Shumë. Vërtet? Më thash jam shumë popullore. Edhe këtë? Po, jam shumë popullore. Do me thonë,
E keti induktuar apo është një gjë që... Jo, është një gjë që unë e kom vërtetu. Okej. Për shembull, ka pas momente që çuni ka pas të çara të frikshme. Edhe krypa që digjet ka qenë ilaç. Vërtet? E ke përdor krypën, domethënë, ëh? Po, është ajo që e merr krypën, plosin një keq, edhe e hell te zjarri. Domethënë me çështje sekonda është çuni kanalu. Si është të rritësh një djalë të ditëve sotme? Bekem. Është vështirë, është Jo, është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë, është shumë e lirë, ma lirë se me rrit një gocë. Për që ato jam e lumtur. Po, une e shija jashtëzakonisht, jam të e shiju jashtëzakonisht procesin e rritjes. Çfarë të ka mësuar, Theo, ty? Me dasht ma shumë vetën. Do më thonë është shumë paradoks. Ka ardhur një fëmijë në jetë për me mësu me dasht vetën, me vlerësu vetën, mos me lanë të tjerë, me ma keq përdor kohën, me ma keq përdor momentin. Më ka mësu djali që jo gjithçka ka rëndësi sa vlerësimi i kohës, koha është lëri. A e mami strikta apo e butë? 50-50, nuk jam e butë. Nuk je e Jo, butë. nuk jam e butë. I vendos kufi apo jo? Po. I vendos. Po. Dhe pa Në lënduar disa veten gjëra. tënde në këtë Jo, rast. i vendos kufi në disa gjëra. Për shembull, Theo e ka në ditë me orar, me pa televizion ose Qartë, okej. Tablet? iPad ose telefon ose whatever. Është vetëm një orë në ditë edhe ajo është maksimumi. Ka raste kur nasin anë shpe që e kalon orarin. Edhe mu më acaron kjo gjëja. Pra si do t'jetë tematika e ditëlindjes së radhës? Me lapse letër. Për to e ke bërë, pra po një dedikim për ditëlindjen e tij e ke apo? Një dedikim për atë pa tjetër, po dedikim edhe për mua. Për veten, Dhe unë me datë 25 prill 2023, mendoj që unë kom lind, kom rilind. Dhe ditëlindja 25 prill nuk është vetëm e Theos, është e imja dhe e Theos. Me datë 25 prill, gjithçka e imja ka marrë kthes tjetër, gjithçka e imja ka ndryshuar, gjithçka e imja është signifikohet për diçkaje tjetër, jam bo mami. Edhe është titulli më i bukur që mund të më ia dhon dikujt një grua apo një gruje. Vërtet. Edhe data 25 prill do jetë koncerti im edhe i Theos. Nëse do vi një ditë që Theo do e shikoj këtë intervistë, çfarë do doje të thoje në fund fare? Uroj shumë, Theo Mal, që je bo burr me 2 rroja. Uroj shumë që je të e ndjek ëndrrën tënde. Uroj shumë që e ki në krah njeriu në ëndrave tua. Uroj shumë që nuk je dorëzu kur edhe nuk e lan asë një gjë me interferu në dashurinë dhe në atë që ti ke dasht me e bo, edhe e ke zgjedh pikërisht atë të duhurën, të dua shumë. Mami Fifi, faleminderit që ishe në mamë. Mami Orinda, faleminderit ty që më ftove.